Unë që mjetë Mirama. Jeni në punë? Jam punë, punoj mi lëvash me ditë. Marri pagesë të diku të 20.000 lekë. Që të bëjmë më para të ushqej, aturëm ke analizat e vajzës, ati maj me pampersa, se e ka 5 vjetë që nuk e hesh bebelina akuma. Që të bëjmë më para? Si është problemi i vajzës? Problemi i vajzës është që ka veshka të dhja të dëmtura. Njëna është 35%, tjetra është 55%, 52% nuk e di se sa e ka. Edhe të dhja veshkat nuk formojnë asë një veshk. Edhe ajo me doj mos e doj njërën veshk, po me qatë e ndrëm. Pra na ju bëjë stirë të gjithë shqiptarëve të vendorë në zemër. Ditë ma një mojnë që qo për dritë dhe vajza ime si fëmijët e tjerë. Në është ajo si fëmijët e botës, për pak në si motrat e veta, si vlaj vetë jetoj tamam. Sa kushton trajtimi i vajzës? Trajtimi i vajzës kushton diku ke 22.000 euro. Të gjitha. Pa llogarit avione, çanta, ilaçe, mbështetjet lart e poshtë. Fletja, bileta ime ose bashkëshortës ose dikush tjetër, sepse jena njerëz që hajmë e pijmë dhe ne, dikush do të sjellet me të. Bashkëshortja është pa shkollë, nuk di ka shkollë, kështu që jam i detyruar që të ndaloj punën e të shkoj të bëj sikur qoftë edhe analizë vogël. Çfarë në shkollë vajza? Si mjetë e kena qumë në kopsht me zor se nuk e majl. Nuk e majl, sepse ajo akoma ka bebelin dhe nuk e majl. Nuk di që të flasë të shkopshti, vetëm kena qumë hajtë sa për na ka bo ndërë një pjesh e jone që na ka marë. Ne muslimanët tonë më mirë vdekja se sa dhe mujtja. Pa përgjithë është provet madhi Zot, po shoh shmin të vujt për ditë. E do në flasë si fëmijë tjerë, do në lozë si fëmijë tjerë, nuk mund me ecë. Edhe ecën vjeta hapa e këputët, lozë, thanë mbajmë katot. Po që shpit që jena gjejtojmë tani, ku përrim, janë të gjitha me smunje, se janë ndërtu në mbi 100 vjetë. Janë shpit që i ka sheme të tërmeti dhe janë gati të sheme. Na me këtë dhonë që kena është 3 me 4, jetojmë 6 veta. Këtu flem, këtu gatujmë, këtu rrim, këtu i bëjmë gjitha. Kjo është shtëpia jonë dhe vila ose që s'mu ta theme, ta përshkruajmë në ty. Qytetarëve ju kërkoj që të vendorën zemër, e të manimojnë ashtë sa kanë mundësi, që qoftë edhe i qindarkë. Ashtë sa kanë mundësi, në animojnë në sa mundësi kanë.